Unë kam disa çështje të kjo sot e Ramës. E para, ai disi po ndihet I sigurt që çështja e hyrjes në Bashkimin Evropian gati që se është e sigurt, për arsye se përmendin që jemi me fat se kemi në një geopolitikën si favor tonë. Dhe luftë tjetër. Po. U bë dhe luftë tjetër. Dhe e dyta që e tha, që për mua ishte ndoshta kryesorja që prilli ose së shpejti do të përcaktohet rruga jonë dhe ky rast nuk do të ndikohet në rrugën tonë për Bashkimin Evropian. Por raporti me drejtsinë ishte kritika ndaj jo profesionalizmit. Që nuk do të thotë që kur ke kritik ndaj jo profesionalizmit nuk e mbështet drejtsinë e pavarur. Por edhe këta nuk do të jenë të paprekshëm. Nëse këta kanë qenë deri me tash të pandëshkueshëm, edhe tash ndëshkohen, edhe këta nëse janë jo profesional, megjithatë kritika tyre ndaj tyre do të jetë tjetër që kritika. Jo. Të ketë bësh me një hakt. Jo, që ti mund të japësh imunitetin e Berindës drejtësisë dhe pastaj bën kritika dhe diskuton. Dhe hap një debat të gjerë. E hapi edhe këtë Për gjitha që kanë marrë pjesë reformë dhe diskutojmë. Jo. Dhe diskutojmë dhe në studio pastaj. Duhet bërë një studio, dhe mbështesim atje. Problemi është akti. Mbranda ligjit. Ai nëse bllokon drejtsinë. Pastaj kritika. Jo, e përmendi Ilir Beçaj. Po e bëjmë që tha deri me tash nuk e kam përmend asnjëherë, po ai njeriu atje është në burg edhe nuk merret askush me to. Por e tha edhe një gjë. E tha edhe një gjë. Ata të vegjëlit që ne nuk e dim fare. Këshilli I Evropës na ka treguar se janë me vite në burg dhe nuk ka kush t'i mbrojë. Domethënë, vogëlsinë e tyre e tham. Problemi është siguria e drejta dhe liritë e njeriut, siguria juridike. Kur e thoshim ne sigurinë juridike për një metër në Tiranë. E tash. Tash. Edhe arët mënyra se si është arrestuar Ilir Meta. Sigurinë juridike interesuar. E tash, kur ju ranë mend se janë bë gabime serioze te kjo pikë, tash kanë ardhur edhe po thonë, jo, nuk tolerojmë më. Dhe premja ose paradigma e re mbi drejtsinë po ndodh për shkak të Belinda Ballukut, që kjo është e mira ose e keqja si doni ta thuajmë. Po vërteta po paradigma e re për këtë konflikt po ndodh për shkak të një personi. Nëse ai ishte me vonesë, edhe kjo ka një lloj paveprimi pra. Nëse me që u kujtua me vonesë, duhet dorëzohen në një imunitet dhe pastaj të diskutojmë. A duhet ky paraburgimi kështu? A duhet jetë siguria juridike që urret? A duhet bë ndryshime në reformën drejtësisë? Po ishte edhe shoqëria merr pjesë dhe media merr pjesë pas lloj paragjykimi, sepse ne e kemi kritikuar vetë. Mund të themi pse u hap. Po megjithatë një qytetar I zakonshëm nuk e din që gjitha vendet e Evropës ti nuk mund të hetosh pa e marrë një miratim formal të parlamentit. Po absolutisht. Që na nuk e kemi. Dhe nëse ambasada gjermane ose ministri jashtëm gjerman do të jetë informuar se askush se nal hetimin dhe prokuria mund ta bëjë hetimin deri në fund. Por ajo që është problemi për mua është se autorizimi për kufizimin e lirisë, që duhet ta bëj parlamenti ad acta, domethënë me një nuk është problem ajo se duhet ta bëj. Megjithatë duhet me pas një farë arsyetimi. Se po e krijoj një standard me marr dikun lirisë, o me marr dikujt lirinë. Me këtë autorizim për mua është problem. Problemi I standardit u krijuar. Për mua është problem. Unë nuk du të paragjykoj, por të gjithë na që kemi lexuar dosjen Velia. Po mos të përmendet bashortja e tij, ajo dosje se ekziston. Unë vetë kam qenë kritik ai Veliajt si person I cili e ka pas një... Se ka kritiku për korupcion. Jo, kam kritiku kështu, por për mënyrën se si ka qeverisë bashkinë. Por dosja ti dorën në zemër den për dëshiruar. Unë nuk e di si do arsyetuar. Por ka një lidhje të derë, për shembull, aty derë që... Ka lidhje direkte. Po t'ishte për ka lidhje direkte. Shkurtare, deri një kompani që ai ka dhënë një shkollë dhe një kompleks të madh që ishte projektuar për ta ndërtuar. Kompania Mikqyrse është po kompania tjetër e të njëjtit pronar,
Dhe ky pronari që ka këto dy kompanitë që bën edhe ndërtimin vetë, edhe mbikëqyrjen vetë me 20 milionë euro, është një nga sponsorët kryesorë të shoqatës së bashkëshortes. Kjo fije, kjo lidhje është aty, del. Se sa është argumentuar pastaj në banke, në revizit bankare, në financiare, nëse kemi parë, sepse këto si kanë zirë s'paku akoma. Nga ju që lexon, Nga jo që lexon si histori, Zoja dhe nga jo që ne njohim dhe dim, në kjo fjalë, është, por del. Fakti që ai ka dhënë edhe mbikëqyrjen, edhe ndërtimin njërës kompani, me të njëjtë pronar, të cilën e ka dhe mik. Unë po flas për dosjen. Dosje Le të fal dosja, Zoja e kene dosje Velia, por ja dia dhe faj, 38. nëse ish dashtë të merret një vendim, vendimi do të ishte kreti kundër. Ai duhet të ishte i lirë, kurse Zoja do të ishte brenda. Por, sepse ka vendosur kështu, unë kërkoj falje publike për këtë që pe them se kjo është, po leximin e dosjes që i kanë bë, nuk Velia është bosh. Kjo akuzë është pak. Duket ka një fill përbashkët në, mendoj unë, jo në dështimin, po në vështirësinë e SPAK-ut për të provuar akuzat për korrupsion. Gjej parat. Ku kanë përfunduar parat. Pra nuk gjendet lidhja midis përfituesve. Po momentar, po kjo është puna që duhet bëj SPAK-u. Qartë, jo, kjo ne bëjmë filli lidhës. Po të tha dhe Rama sot. Domethënë, ju jeni te dyshimi i arsyeshëm për shpërdorimin e detyrës. Apo shkelja e barazisë, po nuk keni shkuar te korrupsioni. Sillni provat për korrupsion, që unë t'ja u jap imunitetin. Po pse duheshin provat për korrupsion? Për cilën arsye? Pra, ajo ka një akuzë penale, është marrë pa ndehur. Akuzën që ka, thot, bazë e sigurisë. Fakte të reja. Në momenti kur ajo ra pezullimi, s'është më në detyrë, nuk ka ratiset, nuk prish provat atëherë. Kjo është një gjë ti po përdor logjikën këtë rast. Pra me logjikën time, po nuk ka pra sepse aty SPAK-u ka shkuar në parlament dhe kërkon m'jepni këtë autorizimin. Kaq, nuk bën komente të tjera. Pastaj është gjykata që vendos këtë gjë. Akuzën SPAK-u ndryshon akuzën. Akuza shkelje e barazisë. Po, SPAK-u thot nga masa e parë sigurisë, unë duhet ka përcej në një masë tjetër. Ma jepni këtë autorizim, po e vendos gjykata. Se këtu është pasaj fillojmë, se ne jemi në kurthin, bjem në kurthin e gjykimit të punës SPAK-ut pasaj, që unë mendoj që s'duhet bjem, po me qëram, në qoftë se ti akuzon një ministër, bashkë me të një zënës kryeministre, për shkelje barazisë të tenderave, në tendera, që dënohet maksimum me 5-6 vjetë burë, se është? 2-3 është. Maksimumi, po. Po është pak, dhe më thëmë, ti s'mund kërkosh si mas sigurie arrest në burg. Po. Dhe si logikë juridike e kanë, që pëse do arrest në burg, po, mjep që ka korrupsion, ta japun në lejen. Mund tjetë e drejt kjo që thuati. Por kjo është koment. E vendos gjykata këtë gjën është apo jo? Ne tha që s'duhet vinim në këtë Dhe kuvendi në këtë rast pyet, po e sulmon SPAK-u politikisht zëvendës kryeministren?